Mirë se ardhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullah. Sot do të flasim për një temë që ka marrë havë viteve të fundit dhe duhet të forcohet edhe në të ardhmen, që është fjala për turizmin në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit të fundit ka pasur një rritje të vizitorëve në Kosovë, ndërsa numri i netqëndrimeve gjithashtu ka pasur rritje. Ku është sot turizmi i Kosovës, cilat janë destinacionet më të kërkuara, cilat janë potencialet që i ka Kosova, cilat janë sfidat, prioritetet që duhet të fokusohet Kosova gjatë viteve të ardhshme. Për të diskutuar për këto tema, unë sot kam ftuar Baki Hotin, kryetar i Unionit të Turizmit të Kosovës. Zoti Baki, mirë se po takojmë së bashku. Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën anëtar. Faleminderit shumë, vlen të përmendet që podcast përkrohet nga kompania derivateve Exfis, një kompani jashtëzakonisht e rëndësishme në Kosovë. E thash zoti Hoti që shumë herë për shkak të diskutimeve në Kosovë, të temave që është politika, blokadat, ngërçi politik, zhvillimet që kanë ndodhur brenda këtij vitit fundit, e nisëm me zgjedhje, po përfundojmë me zgjedhje. Shpesh herë s'po na bjen me fol për tema që janë shumë edhe imazh i Kosovës. Ndërto, absolutisht është edhe turizmi, një sektor që ka potencial jashtëzakonisht shumë dhe po du sot së bashku me juve me i tregu publikut në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon cilat janë potencialet që i ka Kosova. Nëse mojmë për fillim një rembulaksim të gjendjes, qysh e vlerëson turizmin e Kosovës sot? Turizmi i Kosovës është shumë mirë, është duke lëvizur në hapa shumë të shpejt drejt një zhvillimi dhe një tërheqje të numrit sa më të madh të cilët po e frekuentojnë Kosovën. Dhe këta turistë tashmë kemi nga gjithë bota që po e vizitojnë Kosovën, qoftë nga Kanada, qoftë nga Suedia, qoftë nga Amerika dhe shtetet e tjera. E mos flas për shtetet aziatike, të cilat çdo ditë i shohim grupe të ndryshme të cilat e vizitojnë kryeqytetin. Por unë thash jemi mirë, por mendoj që ne duhet punojmë shumë që të arrijmë dhe të jemi në konkurrent me shtetet e rajonit. Për shkak se evaluimi i turizmit është duke ecur jashtëzakonisht me hapa shumë shpejt dhe ne duhet të përshtatemi kësaj dhe të punojmë me qëllim që të krijojmë shërbime të mira, politika zhvillimore të mira, standarde profesionale të mira dhe të krijojmë ambiente, atraksione, aktivitete të cilat Kosova ka mjaft potenciale në këtë drejtim, por ne duhet të shtyjmë përpara, të zhvillojmë ato e njëkohësisht pastaj vjen edhe pjesa e promovimit edhe pjesa e gjërave të cilat ndërlidhen qoftë me organizimin e samiteve ndryshme, qoftë me organizimin e pjesëmarrjeve në panajire ndërkombëtar, qoftë me rrjetet sociale, e tash po du mu ndal pak tek pjesa e parë që ju përmendet. Definitivisht që turizmi është njëra ndër shtyllat kryesore të ekonomisë. Dhe ne si Unioni i Turizmit gjithmonë jemi munduar që të transmetojmë tek gjitha institucionet Kosovës që t'ju tregojmë që turizmi është shumë i rëndësishëm. Përpos që është shtylla kryesore e ekonomisë një vendi, turizmi është faktori kryesor i punësimit. Pra është industria e parë që ka numrin më të madh të punësuarve sot në Kosovë. Më të madh. Nëse ne e llogaritim që hotelet, agjencionet turistike, restorantet, kafeterit, baret, diskot dhe zinxhiri i cili e krijon turizmi, atëherë mund të themi që është njëra ndër industritë më të mëdha që ka numrin më të madh të punësuarve. Pra, janë disa faktorë të cilët ndikojnë tepër shumë në vetë mirëqenien e vetë qytetarëve të Kosovës. Tash, ndoshta dikush thotë që turizmi është me shku, me kalu një Me bo shopping. me një hotel, Me bo një shopping,
me shetit, jo. Turizmi ndërlidh edhe shumë industri tjera. Prej një turistit përfiton bujku në fshat. Prej një turistit përfiton ai që ka një kiosk që ndoshta edhe shet fara. Prej turistit përfiton taksi. Pra është e prekshme. Nuk diskutohet. Prej turistit fiton qendra tregtare. Do të thonë nuk ka industri që nuk përfiton nga turisti. Për shkak se turisti ku të shkon, han, pet, blej, Shpenzon para akomodohet. me një mënyrë. Pra, ai shpenzon mjete buxhetore. Dhe ne duhet i krijojmë kushte që ai shpenzojë sa më shumë mjete buxhetore dhe pastaj këto mjete buxhetore në rand parë shkojnë tek biznesi, por biznesi pastaj paguan tatime për këto biznese dhe e mbush arkën e shtetit. Se ka njerëz të punësuar atë. Dhe kjo është çka bën turizmi. Dhe për ata ne ju kemi rekomanduar të gjitha qeverive deri tash që turizmi të jetë prioritet. Për shkak se është një industri shumë e rëndësishme. Jo që po thot Unioni i Turizmit të Kosovës, por është një industri shumë e rëndësishme. Së fundi jemi të vetmit të cilët kemi kërkuar që në diskutime me gjitha partitë politike që ta vendosin më në fund që Kosova ta ketë një ministri turizmit. Nuk bën më Të veçantë. Nuk hecet më me një departament të turizmit të cilin e kemi sot në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Nuk funksionon turizmi i Kosovës me një departament. Duhet të ketë një ministri prej ekspertëve të fushës, të cilët do të dhënë kontributin e vet dhe të ecin përpara. Po e përmenda mediat, kontributin e mediave. Kontributi i mediave sot në Kosovë është i jashtëzakonshëm. Pra, mediat Kosovë kanë kontribuar në promovimin e vendeve atraktive, të vlerave trashëgimisë kulturore, në pjesën e ushqimeve tradicionale, eventeve ndryshme. Dhe këto të gjitha kanë kontribuar në një promovim më të mirë turizmit të Kosovës. Ne kemi nevojë që edhe diasporës tonë t'ju shpalosim ose t'ju qesim pa bukurit natyrore të Kosovës, potencialet cilat na i kemi, që kur vinë në kohën e pushimeve, gjatë verës dhe dimrit, kanë destinacione, pra të keni opsion dhe të keni mundësi dhe ta din në rand parë që mund shkojnë skijojnë dikon sezonin e dimrit, mund shkojnë që të kalojnë disa ditë dikon, mund shkojnë ta shohin një ujvar dikon, mund të bëjnë hiking dikon, mund bëjnë ciklizëm dikon, mund bëjnë kalirim dikon, mund t'i shohin disa shpella tepër të rëndësishme, mund shkojnë për shërime për turizmi shëndetësor Kosovë, mund t'i shfrytëzojnë banjat e Kosovës, të cilat sot po vinë pacient me rekomandime të mjekëve ndërkombëtar për të shëruar në banjat e Kosovës. Çfarë jemi duke bërë ne? Shumë pak. Pra ne duhet t'i shtyjmë përpara të investojmë në ato kapacitete, në ato rregullimin e hapësirave, krijohet një standard, e pastaj edhe të promovohen, për shkak se ajo është ai qendron hyra. Zoti Baki, të lash qëllimisht me shpjegu pak këtë pjesën e parë, po du pastaj me ndo temën të ristrukturuar e thash në fillim potencialet e Kosovës, turizmi malor që ka ofron Kosova, rritja e vizitorëve gjatë viteve të fundit, edhe le të them ajo që njihet si fjetje, vendqëndrimi në fjetë e Kosovës. Pro, nëse e marrim edhe krahasojmë e shohim Kosovën në përgjithësi, është Prishtina si kryeqytet që ngren numrin më të madh të turistëve, edhe për shkak të aktiviteteve kulturore që ndodhen dhe sportive si kryeqendër. Pastaj natyrshëm është Prizreni për shkak gjithashtu lidhjes që ka dhe afërsitë me Shqipërinë, por edhe si qytet historik. Kemi Pejen, pa diskutim, pjesa që lidh me Rrugovën. Nëse marrim tash si Union i Turizmit Kosovës, te destinacionet kryesore dhe te potencialet specifike që i ka Kosova që i përmende, kisha dash pak mi elaboru, jo për mua ty, na nuk po e bëjmë këtë bisedem po e bëjmë për masën e gjenë, po e bëjmë edhe për diasporën, po e bëjmë edhe për
rajonin, për njerëzit në Shqipëri, në Maqedoni të Veriut, në Maltëzi, pra nëse rekomandohet dikush të vinë në Kosovë, një vizitë qoftë verës, dimrit, turizëm malor, turizëm shëtitor, që çdo shue, ku janë destinacionet që ju i rekomandoni? Shumë mirë. Në rand parë, të ndalën tek pjesa e parë që përmendet, Kosova është duke shënuar rritje sa përket numrit të vizitorëve, e po ashtu sa përket numrit të net qëndrimeve, dhe kjo është një lajm jashtëzakonisht shumë i mirë. Shtimi i aktiviteteve Unioni i Turizmit të Kosovës ka bë apel para sa vitesh tek gjitha komunat që të shtojnë numrin e aktiviteteve, për shkak se numri i aktiviteteve po e rrit domosdoshmërisht edhe pjesën e vizitorëve, pra njerëzve që dëshirojnë që të vinë qoftë me një festival, qoftë me një aktivitet kulturor. Dhe kjo, sa më shumë që kemi kësi aktivitetet, aq më mirë, pra të rrihet numër më të madh vizitorëve. Qoftë festivale, qoftë koncerte të ndryshme. Normalisht. Ne po e shohim Prishtinën që ka shtuar numrin e aktiviteteve dhe festivaleve të ndryshme dhe ka arritur të rrit numrin e turistëve. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Dhe kështu kanë filluar që të bëjnë edhe disa komuna tjera. Dhe kjo është përpos që e rrit numrin e turistëve, e rrit edhe numrin e net qëndrimeve. Një vizitor në Kosovë mesatarisht shpenzon 150 euro brenda 24 orëve. Pra, akomodimin, fjetjen, taksin, ushqimin, ndoshta edhe shoppingun, mesatarisht shkon 150 euro. Sa më shumë që ne kemi turist, sa më shumë net qëndrime që ka në Kosovë, llogaritet me nga 150 euro që ai lën mjete buxhetore në Kosovë. Dhe kjo është këtë duhet ta synojmë, pra që të arritim me net qëndrimet. Sa përket pjesës së turizmit, definitivisht që Kosova ka mjaft potenciale të ndryshme turistike, të cilat disa janë të zhvilluara, disa janë në zhvillim e sipër dhe disa duhet të zhvillohen. Pra, ne kemi potenciale të jashtëzakonshme sa i përket turizmit dimror, por sot Brezovica shfrytëzohet rreth 20%. Brezovica duhet shfrytëzohet 12 muaj të vitit. Pra, ne po e shfrytëzojmë në 2 muaj, edhe atë me kushte jo punoj lifti, jo s'punoj lifti, jo blloku rruga, jo s'u bllokoj rruga, pra këto nuk duhet të ndodhë që një vizitor nga Shqipëria me familjen e vet të vjen dhe të ngecë në rrugë për shkak të mirëmbajtjes së rrugës. Ose për shkak të s'ka rrym ose nuk punon teleferiku. Dhe kjo është një anti-marketing sa e ma nuk vjen. Pastaj kemi Boren, e cila u përmend që po zhvillohet, do të fillon punën, ka mbetë sa vite, një potencial i jashtëzakonshëm. Sa e përket turizmit kulturor, ju përmendet Prizrenin, ne në turizëm Prizrenin i quajmë kryeqyteti i turizmit. Pra për shkak të kulturës dhe trashëgimisë që ka. Andaj ka një potencial të jashtëzakonshëm. Tek pjesa e turizmit malor kemi pjesën e rrugovës që përmendet ju, ku dita ditës është duke shënuar numër rekord të vizitorëve. Është ka rritje. Definitivisht ka rritje. Nëse jo i shikoni edhe statistikat e Enti Statistikor të Kosovës, kemi rritje të vizitorëve dhe kemi rritje të net qëndrimeve. Peja ka pas dikun rreth 1.8% të net qëndrimeve, pra një vizitor mesatarisht ka nejt gati 2 net në pej. Por vitin e fundit ka arrit që ta çojë deri 3.8. Pra vizitorët rinë 3 net e më shumë. Më shumë. Pse? Për shkak se ka krijuar aktivitet. Ka krijuar zipline-in. Ka krijuar shtegjet që i ka via Dinarikën, edhe via Ferratën që ndërlidh 3 shtete, Shqipëri, Malin e Zi dhe Kosovën. Dhe fillon nga Kosova. Dhe grupet të cilat dëshirojnë që të vizitojnë këto 3 shtete në këto shtigje, të cilat zgjasin 7, 10, 12 ditë, është i jashtëzakonshëm.
Ka grupe prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata që dëshirojnë këtë lloj sporti dhe vijnë për t'i bërë këtë shteg, për shkak se është shumë atraktiv. Por ky shteg pastaj krijon edhe të hyra, se nuk është vetëm me dalje me hec, por ata njerëz për 10 ditë ata duhet me flaj dikun. Pra janë krijuar në për fshatra bujtina të cilat fshatarët i kanë liruar si dhoma dhe kanë krijuar pjesën e turizmit rural dhe agroturizmit. Dhe ata janë përfitues. Dhe shumë gjëra të tjera. Pjesa e Bajgorës ka nevojë që të investohet, ka nevojë që të zhvillohet, ka një potencial të jashtëzakonshëm. Është pjesa e Prevallës gjithashtu? Pjesa e Prevallës e ka një element tjetër shumë pozitiv që nuk mund ta gjesh në Evropë fare. Në pjesën e Prevallës lidhen 3 rryma tajrit, qarkullojnë 3 rryma tajrit, ku janë shëruese për smundje të ndryshme, siç janë rruzat e bardha dhe të kuqe të gjakut, për mushkrit, për frymarrjen. Turizëm shëndetësor. Lutem, turizëm komplet shëndetësor, e cila së fundi po tregon që po shëron edhe smundjet prej më të rëndave. Pra ka njerëz të cilët janë me smundje shumë të rënda, kanë qenë me smundje shumë të rënda dhe janë shëruar pas qëndrimit 21 ditë. Dhe ajo zonë ne kemi rekomanduar që të bëhet zonë e mbrojtur për turizmin shëndetësor. Por ajo duhet zhvillohet. Pra duhet krijohen politika në rand parë të bëhet një fizibilitet i asaj zonës, në rand 2 të bëhet një strategji për zhvillim, në rand të tretë të bëhet plani i cili detajizon dhe vendos kushtet dhe kriteret e infrastrukturës. Pra mos të vijmë te një moment që lejohet diçka më ndërtuar mas 5 vjetëve shkatërrohet për shkak se është një diçka tepër negative, po të krijohet dhe citet standarde qysh fillim dhe dihet çka po bëhet dhe me çfarë materiali po ndërtohet dhe sa kat lejohet më ndërtu, por e gjitha ajo zonë të jetë e destinuar për turizmin shëndetësor. Dhe unë mendoj që që do të hapen akomodime andaj në atë pjesë, ato do jenë përplot në sto. E këtu kur përmendëm se shpesh herë viteve të fundit paraprakisht, po besoj ju mund të keni edhe statistika që kisha dashur më ndo, kur jemi te kapacitetet, ka pas kapacitete më të limituara edhe në për le të themi qytetet e ndryshme dhe qytetat e Kosovës. Tash përmend me të drejtë mund të shtohet le të themi interesimi, pastaj vizitorët që mund të vinë nga jashtë, mund të vinë në Shqipëri, pastaj të vinë në Kosovë, të bëjnë tur në Maqedoni, pra ka numër më të madh të cilët mund ta përdorin le të themi Ballkanin në përgjithësi për turizëm. Dhe këtu padyshim te Kosova e tham na dhe përmendët ju, Prizreni, Peja, Prishtina, Dragashi, pse jo pjesa e Rrugovës, pastaj te pjesa e Sharrit, Bjeshk te Nemona. Por ka gjithashtu në anën tjetër zoti Hoti edhe konkurrenca rajonale është absolutisht e fort edhe jashtëzakonshme. Ne kemi pas Shqipërinë viteve të fundit me turizmin as kemi deti, por Shqipëria përveç turizmit detar e ka dhe turizmin malor të jashtëzakonshëm. Jo rastisht e përmenda qysh fillim që ne duhet hecim me kohën për shkak se industria e turizmit është duke lëvizur shumë shpejt. Dhe kur ne bërëm një hulumtim rreth të vëshës së akomodimit në 27 shtete, na dual që vetëm Kosova e kishte të vëshën 18% me 18%, pra të vëshën standarde me të vëshën e akomodimit njësoj. Çka pi vjen kjo për masën e gjanë? Të gjitha shtetet të vëshën për bizneset për akomodimin e kanë të zbritshme. 3%, 4%, 2%. Kosova 18%. Për shembull, Shqipëria e ka 6% të vëshën për akomodim, ndërsa të vëshën standarde nëse zgaboj e ka 20 ose 21%. Kjo i bie që çmimi del total më i madh për një turist. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet kur ka strategji të mirë për me zhvillu një industri. Dhe këtë rast, kur një vizitor vjen, që ta elaboroj pak, një vizitor vjen me një paket turistike me najt 5 ditë Kosovë, 40% e bugjetit të asaj kostoje
i merr hoteli. Okej. Dhe nëse hoteli do ta ketë të zbritshme këtë taks, automatikisht hoteli e zbrit për 10% çmimin. Dhe paketa turistike pastaj del më e lirë. Pse është më rëndësi me dalë më e lirë? Pikrisht ato që e përmendet ju. Pra, ndikimi i çmimit dhe përshtatja e ofertës turistike edhe në aspektin financiar në shtetet në rajon. Me konkurrencën rajonale. Lutem, nuk mundem, ne kemi plot raste kur vizitorët vinë nga Maqedonia, shetisin gjithë ditën Edhe kthehen mbrapa. Pse? Dhe të nesërmen kanë me udhëtu për Malzi. Prapë i bin për Kosovë. Por kompania i dërgon me flajt në Maqedoni. Pse? E dim pse? Për shkak se shteti Maqedon në politikat e saj i stimulon agjensi turistike që dërgojnë turist dhe nga nata e dytë që i lën me nejt më tepër, atëherë i stimulon me minimumi 14 euro për natë për person. Dhe ajo është i përfitim i jashtëzakonshëm për biznesin, për agjensinë, dhe ai shikon profitin. Pra ne duhet të marrim modelet më të mira që të punojmë dhe të implementojmë Kosovë. Ne duhet punojmë me aviokompanitë ndërkombëtare me çmime të lira. Gjithashtu kur e shohim rajonin, është jashtëzakonisht dhe t'ju bëjmë ftesë që të vinë të aterojnë në aeroportin e Prishtinës. Por jo vetëm t'ju bëjmë ftesë, por edhe t'ja ulirojmë taksat. Ka dhe subvencione për shkakun njëjtë, Maqedonia përdor. Maqedonia i bën subvencionim për çdo udhëtar që dërgojnë. Para mendoni ju, nëse i him pak analizës, sa qytetarë të Kosovës shkojnë sot për të ateruar ose për të shfrytzuar aeroportin e Shkupit ose aeroportin e Tiranës. Sidomos 2 vitet e fundit, pas liberalizimit të vizave. Për çfarë arsye shkojnë? Për shkak se janë çmimet më të lira. Për Kosovë të lira, por duhet ta kuptoni edhe një diçka, që për me shkuar deri në Tiranë, ne duhet një 50 euro minimumi me aqit derivate veturës. Do të mund dalë dikun me hang me pini kafe. Me pagu rrugën. Me pagu parkingun atje. Me hangër diçka atje si shkon gati ton dita. Me nej 2 ora 3 me shku për para që s'ka qare të nej edhe udhëtari pa shpenzu. Logaritni këtë kosto. Sa del? Pra ne... Vënë që kjo kosto me metë këtu. Pse na mus me bak kundërten, që lemo mus me shkuna, po me edhe qytetarët e rajonit me ardhë se jënë çmimet më të lira në Kosovë. Dhe kjo është politik dhe kjo strategji që ne duhet ta zhvillojmë. Ka plot mënyra të cilat ne duhet punojmë për ata, ne kemi kërkuar që të kemi me patjetër një Ministri Turizmit. Për shkak se në Ministrinë e Turizmit duhet ketë edhe ekspert medjave. Po, se mbi të gjithë është PR. Edhe profesionist medjave duhet ketë në kadër të asaj ministrie. Për shkak se më mirë e din ata, se sa e di unë se sa duhet me bë për PR-in dhe për promovimin, dhe për videot, dhe për shumë gjëra tjera. Sidomos në kohën digjitale, ku sot rrjetet sociale, ti me një TikTok që mund ta publikosh top 5 destinacionet, le themi e 2000 sepse jemi në fund vitit 2025. Top 5 destinacionet e Kosovës në 2026. Me një video të bukur të publikuar në media të Kosovës dhe pastaj ajo video të shpëndohet në TikTok në gjuhën angleze, le themi, ajo mund të shkojë me miliona shikuesi që e shohin. Ki drejt. Pra, kjo është ajo çka duhet bëjmë ne. Ne nuk kemi nevojë me shpikujt e nxehtë. Ne jemi një shtet shumë i vogël, me mundësi të mira, me mundësi fantastike, por në raport me shtetet tjera që kanë zhvilluar turizmin që qindra vjet, që kanë edhe tradit, po e vërtet. Pra, ne po thojmë që hajde ne kanë shku, po hajde të fillojmë për rifillimit. Këtu po du me thonë, po. Ti shty për para, ne i përmendëm disa lloj potencial, të cilat lloj turizmi që mund zhvillohen. Tek turizmi shëndetësor, për pas përvallës të ki turizmi dentar, që ka një potencial të jashtëzakonshëm sot Kosova me shty për para. Çmimet janë shumë të lira, standardi i ordinancave është tepër i lartë, me krahasim me Evropë. Po, dhe pse mos ti ftojmë që të vinë njerëz me destinacion rregullimin e dhëmbëve dhe të qëndrojnë 10 ditë ku do të shetisin, do të hanë, do të pinë, dhe të krijohet një pako që grupe të ndryshme të vinë dhe ta vizitojnë edhe Kosovën dhe t'i rregullojnë dhëmbët, dhe kostoja totale nuk i bëhet asa gjysma
e ka sa duhet me rregullu dhëmt në Gjermani për shembull. A po kupton? Pra, e kemi turizmin e banjave, përmenda nëse s'po gaboj më herët. Pra kemi shumë mundësi e mos flas tashmë për turizmin sportiv. Ndërsa mos t'jes borç sa i përket pjesës kapaciteteve, Po, te pyetja... është lajm shumë i mirë që sot në Kosovë po vinë brende botërore të hotelerisë. Dhe kjo është një diçka shumë pozitive, dhe kjo është i kthen një imazh tepër pozitiv shtetit. Ta kem Sheratonin në Prishtinë, ta kem Hiltonin i cili do të hapet në dhjetor, në fund dhjetorit në Prishtinë, ta kem Marriotin i cili është në Prishtinë, është një pasuri. Pra, se ja shton vlerën. Ashtu ky numër viteve të fundit. Ashtu ky numër i brendeve të reja. Definitivisht. Dhe kjo është një imazh shumë i mirë që po krijohet. Pse ne nuk i thirrëm, more ka 10 prestripe t'i bëjmë me media ndërkombëtare, t'i ftojmë me ardhmë me 4 ditë Kosovë, me agjendë qartë, dhe duke promovuar Kosovën që përmendet ndikimin në rrjetet sociale. Pse mos ftojmë disa bloggerë, disa influencer të ndryshëm, media prestigjioze. Po, pse mos t'i ftojmë nuk e besoj që i kushton shtetit atë shumë. Kjo është edhe ki drejt shumë. Kjo duhet strategji, duhet dikush atje mrena me mendu për këtë ide, duhet me konceptu idenë dhe me zbatu. Nuk bëhet kjo. Shiko se Shqipënia është në top mediat botërore, në top influencer. Po pikërisht kjo. Pra unë mendoj që Edi Rama, kryeministri Edi Rama është të mënyrë i kësaj situate. Absolutisht. E ka ekipin, por është në këto të institucione. Është ndryshe me promovu Unioni i Turizmit të Kosovës ose Bakihoti ose kush do të. Ndryshe është ministria përkatëse. Po ndryshe është kur del presidenti i shtetit, kryeministri i shtetit, kudo që është. Pse mos ta bëj një promovim të asaj zone ku është? Po nëse është në qytetin e Vreshtave, që ne kemi qytetin e Vreshtave që është Raveci, pse mos ta promovoj produktet tona perërave? Pse mos ta bëj një selfie, një postim? Ja gjindem këtu në mes të Vreshtave të Kosovës. Dhe dorën zemër, po, sakt. Kjo është ajo që ne duhet punojmë bashkë dhe duhet ta bëjmë bashkë këtë funksion. Dhe sot kur e përmendje Ravecin dhe nuk ka qytet në Kosovë, edhe kjo është lajm i mirë. Në përgjithësi unë vetë kum shkru shumë për festivalet e imazhet e ndryshme, piquj festivale, aktivitete kulturore, sportive. Nuk ka komunë pothuajse në Kosovë që nuk e ka një aktivitet të jashtëzakonshëm. E ki Mitrovica Jazz Festival, e ki në Ravec ki aktivitete të jashtëzakonshme, ki në Prishtinë ki festivale të Rushit, e ki pasaj në Prizren ka mjaftueshëm, ka në Prishtinë aktivitete të jashtëzakonshme. Mos flasim për Prizrenin me Dokufesin, Anibari në Pej, në pjesën e Morovës, mos mesim në hak dikujt pa e përmend, po në përgjithësi po flas që ka aktivitete të cilat me të drejtë i përmende kanë efekte zinxhirore, dhe këto efekte zinxhirore duhet mi shfrytzu na për të mirë. Edhe unë sot shoh shumë njerëz që vinë në Kosovë në vizitë, me Ciceron jo të Kosovës, duhet me thonë, me Ciceron që mund të japen edhe histori jo reale të Kosovës, se ato ne po e shohim çdo ditë. Këtu duhet të veprojë edhe shteti, këtu duhet të veprojë dhe tash roli i institucionit që te përfaqëson, Unioni i Turizmit Kosovës. Po du mund dal te pjesa, sepse analizuam gjendjen, e pam, folëm për turizmin, folëm për potencialet, folëm për aspektin e rritjes dhe mundësisë që përmende turizmit malor, turizmit dëntar, turizmit sportiv, turizmit shëndetësor, turizmit në dy përgjithësi që e kemi në Kosovë, aspektet edhe bujtinat në zonat rurale, agroturizmit, gjitha këto. Roli i Unionit për me promovu, e di se në shteti, janë një institucion organizat, por çka mundet me bo ma shumë? Ju bashkarisht me nxit këta tjerë për me kry pak ma shumë, sepse e tham, rajoni po lëviz shumë ma shumë. Definitivisht duhet pa gjithë këtë. Unioni i Turizmit të Kosovës një formë apo tjetër është duke lujt momentarisht
rolin e një agjencie kombëtare turizmit, i cili po mundohet me forcat e veta dhe mundësitë e veta, me ekspertë e vet në kuadër të Unionit që të bëj sa më shumë t'i ndihmoj komunitetit në rand parë, t'i ndihmoj institucioneve në rand dytë, qoftë me hartimin e ligjeve, politikave, strategjive, planeve që t'jetë gjithmonë aty për të dhënë kontributin e vet, me ekspert të fushës, me qëllim që t'i shtym gjërat përpara. Në çdo aspekt, qoftë në aspektin qendror, qoftë në aspektin lokal. Ju e dini që Unioni u krijua në pandemie si nevojë dhe kërkesë e komunitetit me qëllim që të jetë një zë i fuqishëm i kësaj industrie. Ne kemi mbi 240 anëtar, të cilët janë nga gjithë territori i Kosovës dhe janë bizneset më të fuqishme të industrisë turizmit të Kosovës. Aktivitetet tona janë jashtëzakonisht të mëdha në aspektin e mundësive të cilat ne i kemi. Ju po e shihni gati çdo ditë, ne mundohemi që të kemi ka një aktivitet, të bëjmë ka diçka, dhe sot ne kemi rreth 47 memorandume bashkëpunimi me institucionet qendrore, lokale, ndërkombëtare të industrisë turizmit. Po ashtu e pat edhe aktivitetet e 2 javëve të fundit që tashmë ne do të përfaqësojmë Kosovën në panajirin ndërkombëtar të turizmit në Shqipëri. Po ashtu e pat aktivitetin në Greqi, kur dihet që Greqia nuk e njeh Kosovën ende, por ne bëm që të nënshkruajmë një memorandum bashkëpunimi me Federatën e Turizmit të Greqisë, të organizojmë një prezantim mbi potencialet të turizmit Kosovës në prezencë të mediave greke dhe tur operatorëve, dhe i gjitha kjo më gëzoi shumë fakti që u bë pavarësisht që shteti grek nuk e njeh Kosovën, u bë në prezencë të flamurit Kosovës, dhe kjo ishte gjëja më e mirë që ndodhi. Dhe mendoj që kjo do të reflektoj në 2 aspekte, në aspektin e turizmit nuk diskutohet, por edhe në aspektin diplomatik. Dhe bashkëpunimit të ndërsjellë, që shton. Diskutohet. Dhe tashmë kemi filluar përgatitjet për edicionin e 5 të panajirit ndërkombëtar të turizmit Kosova 2026, që do të mbahet në muajin prill, dhe po planifikojmë që të arrisim prap numrin qoftë të ekzibitorëve, qoftë të shteteve pjesëmarrëse. Ju e dini që vitin e fundit kemi pas 360 biznese ekspozuese nga 16 shtete, ndërsa po planifikojmë që të kemi mbi 200 ekspozues nga 20 shtete të botës. Dhe kjo është ngjarja më e madhe e turizmit që ndodh në Kosovë. Po ashtu, po mundohemi që të punojmë në pjesën e imazhit Kosovës dhe në pjesën e standardit. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur them pjesën e standardit, ne jemi duke koordinuar me aktorë të ndryshëm dhe organizata ndërkombëtare të cilat e mbështesin edhe Unionin e Turizmit të Kosovës, që të organizojmë dhe të kemi projekte që lidhen me pjesën e trajnimeve në pjesën e shërbimeve. Është shumë e rëndësishme. Dhe gjatë gjithë vitit tashëm do të kemi trajnime të ndryshme të cilat do t'i mbajmë me sektorin në përgjithësi, me qëllim që të krijojmë një standard më të mirë, një shërbim më të mirë. Pra, kjo ndërlidhet me pjesën që sa më shërbim të mirë kemi, sa më mikpritje të mirë kemi. Ju e dini që ne shquhemi për mikpritjen, për traditën, për kulturën, por sa më shumë që e shtym përpara dhe avansojmë, aq më mirë do jetë dhe vizitorët do të dohen të kënaqur. Në momentin që vizitorët dohen të kënaqur, atëherë automatikisht do të reflektoj. Kur jemi të kjo që përmendet të shërbimet, një çështje zoti hoti që diskutu gjatë 2 viteve të fundit, sidomos të pjesa pas liberalizimit të vizave, e di kemi diskutuar edhe me kolegët e mi me intervista që kemi bë me juve, po edhe me shoqatën e gastronomëve, ikja fuqisë punëtore, a ka ndiku kjo dorën zamar edhe si ka ndiku, duke pas parasysh inflacionin, paga, shërbimet gjitha këto, si ka ndiku kjo dhe çush e ka
situatën në Kosovë. E di që Shqipëria për shembull ka marrë le të themi në gastronomi, kamarierë ose në sektorin e ndërtimtarisë nga vendet aziatike e tjetër. Ka edhe në Kosovë punëtor nga vendet aziatike, ka edhe nga Turqia, ka edhe nga vende tjera, Filipinet, nëse s'gaboj. Po besoj ju keni edhe informata tjera. Definitivisht një numër shumë i madh i sektorit qoftë i gjithë industrisë turizmit ka nevojë për staf të kualifikuar. Dhe jo rastisht ne do të fillojmë me trajnimet dhe certifikimet. A ka mungesë të stafit sot në Kosovë? Definitivisht ka jashtëzakonisht shumë mungesë sot. Sot në Kosovë kemi mungesë të stafit edhe për pjesën e pastrimit, edhe lavanterisë. Pra deri aty është çështja. Kemi nevojë për kamarier të mirë, kemi nevojë për menaxher të mirë, kemi nevojë për kuzhinier të mirë, kemi nevojë për ndihmës kuzhinier të mirë, kemi nevojë për menaxher të sallave të mirë. Domethënë në secilin aspekt kemi nevojë për kuadra profesional të cilët kryejnë shërbimin si duhet. Dhe sot nëse ne shikojmë edhe nëpërmes rrjeteve sociale të bizneseve, çdo ditë shohim konkurse të ndryshme për pjesën e punësimit në këtë industri. Dhe kjo është e domosdoshme që të kemi trajnime profesionale të nivelit të lartë dhe njëkohësisht të kemi certifikime të kuadrave profesional, për shkak se sidomos në sezonën e verës ju e dini që shumë kosovarë shkojnë me punu edhe në Maltezi, edhe në Shqipëri, edhe Kroaci, këto vende pak qenë po. Dhe tashmë edhe me liberalizimin e vizave për plot njerëz që kanë punu në këtë industri, kanë shkuar edhe në shtetet jashtme që të shikojnë mundësitë, të marrin përvoja, të punojnë e kështu me radhë. Pra, por kjo gjendje nuk është vetëm në Kosovë, po është në gjithë rajonin. Tashmë Shqipëria kemi pa që kanë filluar që të merrin punëtor staf, nga shtetet e ndryshme, edhe Kosova ka filluar që të diskutojë dhe të merr. Ka plot biznesi që kanë filluar tashmë dhe kanë marrë njerëz nga këto shtete me qëllim që të punojnë, por ideja është që ne duhet të punojmë shumë, ne duhet t'i shtyjmë përpara dhe ne duhet të punojmë në rand parë për ninin. Një kamarier sot në Kosovë nuk e merr si punë, si profesion, por e merr si nevojë ose ad hoc, momentale. Po nuk e llogarit që aty mund të avansohet, mund sot do është kamarier, nëse don atë punë, nesër mund të jetë një menaxher, nesër mund të avancojë në pozita të ndryshme dhe ajo të jetë karriera e tij. Sidomos me brendet e reja që përmendet të hoteleve të mëdha, të cilat janë jashtëzakonshme. Dhe kjo është ajo që ne ndoshta duhet të punojmë edhe në këtë pikë pak, që trive tonë t'ju themi që kjo puna e shërbimit, e kamarierit, nuk është që s'bën me bë, nuk është që të vjen marrë me bë. Po kjo është një cilësi, një shërbim që ti duhet me kanë i kënaqur që pe bën këtë punë. Dhe nuk ka punë të keqe, nuk ka punë të keqe. Duhet të avancu. Pra duhet ta shtim kokë që është ta trajtojmë pak më ndryshe. Po na shkoi koha jashtëzakonisht shpejt, edhe diskutuam fillimisht për analizën e situatës, gjendjen, potencialet, mundësitë që ka Kosova, rajonin, dhe kisha dashur gjithmonë në kthejna te diaspora. Diaspora është një potencial jashtëzakonisht, mos me pa vetëm si remitenca, po diaspora e Kosovës është një mundësi, një aset jashtëzakonshëm për turizmin në Kosovë. Pra, edhe në kohën e verës, edhe në kohën e dimrit janë një mundësi e mirë. Atyre vetëm duhet të ofrohet ideja, hapësira, mundësitë dhe le të themi destinacionet. A mendoni që për fond, mendoni që Kosova, shteti, institucionet duhet të fokusohen shumë më shumë tek këtë potenciale, tek këto mundësi që ofron Kosova, dhe Kosova të jetë një pikë qendër e mirë për le të themi për rajonin, sepse Ballkani në përgjithësi një shtet largësia nga
nga shteti në shtet në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës është sa këtë Ballkani. Kështu që për një ditë ndoshta këtë Ballkanin e viziton. Dëgjom, unë jam miltar që gjithmonë çka mundona ta them ose ta bëj ndalen nga vetja e në qesën veti. Nëse unë jam një mirëgjimtar me fëmijët e mi dhe vjen Kosovë që ndroj 2 javë, ndoshta do rri 3-4 ditë, 1 javë ditë me prindë e mi, por ndoshta po kom qef me marrë dhe prindë e mi edhe më bo bashkë edhe me shku dikun. Dhe nëse nuk ka kushte Kosova, shkoj dikun tjetër. Del jashtë Kosovës. Kjo është logjika. Pra, nëse mu më krijon kushte Kosova, unë s'kam nevojë me shku dikun jashtë. Nëse kam një qendër skijimit me standarde të mirë, se unë me shku në Mavrov, ose pse me shku në Kollashin, ose pse me shku në Alpe dikun në Zvicër ose Austri. Jo mor burre kam të dera e shtëpisë. Edhe shkoj, edhe rri aty knasna. Do me thonë kjo është e përmenda pjesën e turizmit dimror. Por në gjitha llojet e sezonave është kjo. Pra, ne duhet krijojmë kushte për diasporën. Ne duhet krijojmë mundësi për diasporën që ti themi i nderuar këtë vend i kemi edhe në Kosovë dhe hajde edhe shikoj edhe këtu mund me qëndru një 2 ditë. Shumë vërtet. Pra, kjo është ajo çka unë e thash nuk kem nevojë na ta shpikim ujtë nxehtë. E ka shpik dikush tjetër. Ne duhet t'i kthejmë mendjes shnosh dhe të mendojmë qoftë si institucione, qoftë si akter të turizmit dhe të punojmë dhe të marrim modelet më të mira dhe të shtyjmë gjërat përpara. Ta zhvillojmë potenciali kemi. Dëgjoj, Kosova është vend strategjik në Ballkan. Nga Kosova mund të shkosh në mëngjes të pim kafe në Kosovë dhe të hajmë mëngjes, të shkojmë në Shqipëri të hajmë drek dhe të shkojmë qoftë në Maqedoninë e Veriut ose në Maldezi të hajmë darkë. Këto e mundson Kosova. Pra, 3 shtete brenda ditës mund t'i vizitosh, këtë e mundson Kosova. Është në qendër. Pra, ne duhet Pra, vetëm duhet organizim pak më i madh. Faleminderit shumë zoti Baki Hoti për këtë diskutim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me turizmin, potencialet që ka Kosova, që ka rajoni, edhe mundësitë që sot na i kemi dhe që duhet shteti të shfrytëzoj së bashku me të gjithë aktorët. Faleminderit shumë për këtë diskutim. Është kënaqësi, faleminderit nga ana juaj. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket diskutimet në përballë podcast me zotin Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, një temë jashtëzakonisht me interes për shtetin, për shoqërinë. Shihemi në përballë podcast tjetër të radhës.